Por, dashur qytetar, jo vetëm kaq. Ju e dini që Buz Ibrit është xhamia e Ibrit. Xhamia e Ibrit është e vitit 1777. Edhe 2 vjet xhamia e Ibrit i bën 250 vjet që është ndërtuar atë. E kjo xhami është djeg me 2 maj 1999. Prandaj mandatin tonë të ardhshëm do ta rindërtojmë xhamin e Ibrit. Ajo xhami është trashëgimi kulturore të gjitha objektet e dëmtuara të trashëgimisë kulturore pa dallim ne do t'i rindërtojmë e rinovojmë për shkak se nuk duam të na zhduket e kaluara. Ne nuk duhet të kemi frikë nga e kaluara, ne krenohemi me të kaluarën tonë, edhe atë që është fetare, edhe atë që është jo fetare, krejt bashkë janë trashëgimi kulturore që duhet të renovohet e të mirëmbahet për brezat e ardhshme.